Në momenti që futur pazar me Diramën dhe ka vjedhur qytetarë shqiptar, duhet të dalin para drejtësisë. Pjesa më e madhe e koncesioneve janë në SPAK. Janë në SPAK. Tani kjo nuk është një arsye mjaftueshme për të kuptuar që kemi të bëjmë me një afer korruptive. Po dakord, pra, ai ka dhënë shteti me zor, e ka kapë lirë nga punë dorë në xhep. Ka nevojë për një bashkëpunim, ëh. Çdo thotë bashkëpunim. Po ai vëpse tani nëse Vil Manushi merr koncesionin e çeka, të lutem, nuk e di. Është një nga biznesmenët më të vjetra të Shqipërisë. Nuk ka rëndësi, në momentin që është futur në pazar me Diramën dhe kontrata koncesionare duhet anullohet. Është shumë e thjeshtë. Por kjo blen për gjithë. Dhe këtu ka futur duar. Ka modeli sa kush ka futur biznesmen dhe luajnë sipas rregullave. Dhe është modeli i Diramës që kur ai erdhi pushtet, aty vjen oligarka, ata janë oligarkë. Ata janë shërbëtorë të pushtetit. Kush ka futur duar? Vërtetën skupton asgjë. Kjo vlen edhe për zotin Miçolla me çfarë fjalë. Kush ka futur duar në xhepat të qytetarëve? I ka futur si viktim, si bashkëpunëtor, si iniciator, si pushtetar, nuk ka asnjë rëndësi. Duhet dalë para drejtësisë dhe duhet të kthej para. Duhet të kthej para.